Tani kanë vazhduar me mu problemin. Thot, po erdhi ai në fushkruj, kena punë me atë. Juve jeni rom, pa ata çfarë janë? Po, ata janë dorës bardhë. Edhe unë tash kam marrë kërkojmë shtetin e qeverisë, e shtetit shqiptar. Ky sheri që janë ngoditur vëllezërit e mi dhe në nëntim e ka varros policia. Na tregon çik historinë. Në atë kohë kur nxorën në nëntime që e futen makinë të varrimit, aty u turen këto, Celmiri bashkë me Bledi, e goditën vllajën tim të madhin dhe Lashin, Flamur Dajlani, pastaj edhe këtë Albert Dajlani, të tre vëllezërit e mi dhe nipat. Edhe ne nuk dim as gjatë vetes në nëntime ka marrë policia që e ka varros. As gocat nuk ishim në varrim edhe as çunat. Që jemi 4 motra, nuk kena qenë në varrim, edhe 3 çunat. Do të nxorëm gjenazën nga shtëpia, tu e vun makina aty, ato u sulën, pastaj gjujtën me leva. Kishin i kësherë këto, po jo dhe atë shumë. Nuk e di se si e kush i fryu këto. Edhe ka që dim, nuk dim nga gjumë, sepse për qaj, ato e din arsyen. Se për qaj gjujtën këtyrëve, që në nëntime lanë 2 orë mbi tokë.